Transparency International Maqedoni paralajmëroi padi penale kundër organizatorëve të fushatave politike, kjo pasi sipas Llaxhan Atasevës kanë abuzuar pozitën e tyre zyrtare gjatë zgjedhjeve. Nga kjo organizatë jo qeveritare thonë se në hulumtimin e tyre kanë konstatuar pagesa të paligjshme për shpenzimet e fushatave zgjedhore të partive politike, pagesën me para në dorë dhe shfrytëzimin e mjeteve të pushtetit vendor dhe të ndërmarrjeve publike për qëllime partijake. Për shfrytëzimin e shërbimeve të ndërmarrjes publike komunale Prilep, që dha shërbim për rregullimin e rrethojave që janë përdorur gjatë mitingut të VMRO-DPMN-s në Prilep, morëm informacionin nga NPK-ja se një gjë e tillë është kërkuar dhe është realizuar shërbimi, për çka është faturuar. Deri këtu është në rregull, por shërbimi është paguar me para të gatshme që ndalohet dhe për këtë i pagoi Komiteti Komunal i VMRO-DPMN-s në Prilep, gjë e cila është ndaluar. Taseva tha se këto raste tregojnë se Maqedonia ende nuk ka vendosur mekanizma të fuqishëm për përcjelljen dhe mbrojtjen e këtij lloji abuzimi, që sipas saj e rrezikon zhvillimin demokratik të vendit. Për shkak të kësaj nuk mund të bëhet fjalë se fushata zgjedhore ishte e drejtë dhe kushtet ishin të barabarta për të gjithë pjesëmarrësit. Taseva thotë se shkelje të ngjashme bëri edhe një parti tjetër politike në zgjedhjet lokale në vitin 2013.